Ogradeci mbyt në fushën e tij vllaznin me rezultatin e ngushtë 2-1. Një takim që ka dhënë një pak emocione, ku miqve u është mohuar dhe një gol ja anulluar për pozicione ashloje. Ndeshja në minutët e para flet për vendasit, që mundohen të zhbllokojnë rezultatin që minutët e parë të takimit, por liçenorët nuk i kishin bërë llogarit me portierin Vujadinović, i cili me formën e tij të mirë që ka shfaqur në takimet e fundit, ka qenë dhe një nga pikat më të forta të ekipit shkodran. Në minutat në vijim, miq mundojnë të dalin nga gjysmëfusha e tyre dhe një gjë të tillë e bëjnë me Smajlin, ku me një dalje të bukur në të djathtë, jep një cross për Gocajn, i cili shpërdoron gjithçka përpara portierit Petrovski. Por goli që do zhbllokonte ndeshjen nuk do të vononte shumë. Dhe kjo është arritur falë dhe ndihmës të albitit kryesor Hoxha, i cili në minutën e 23 jep një penallti të dyshim për vendasit, penallti që transformohet në gol nga mesfuqari Vendas Çipi, duke çuar kështu të tjetër në avantazh. Goli i avantazhit i ka dhënë më shumë zemër vendasve, ku Begaj duke përfituar nga një gabim i mbrojtjes shkodrane, lëshon një të majtë të fortë, por Vujadinović i thot jo, duke ruajtur kështu rezultatin në shifrat 1-0 për liçenorët. Në minutat në vijim, miq mundohen të barazojnë rezultatin, por kur e bëjnë gjë të tillë nuk tregojnë të saktë përpara portës së liçenorëve. Pjesën e dytë, ekipi mik e fillon me më tepër grit dhe kundërsulme të shpejtë. Por atëherë kur pritej goli i vllaznis, ata që shënojnë ja vendasit me Idrizin, që lëshon një gjuajtje pa shumë pretendime në zonën e shkodranëve, por topi devijohet nga Berisha, i cili i pafat shënon në portën e tij duke çuar kështu dizavantazhin për shkodranët në 2 gola. Diferenca me 2 gola i bën gjërat më të vështirë për shkodranët. Për një përmbysje rezultati, por lojtarët e vllaznis nuk dorëzojnë dhe ja ku vjen në minutën e 64 dhe goli që rijap takimin. Arsen Hajdari, mbasi grumbulli në zonën e liçenorëve, gjendet në vendin dhe në momentin e dur dhe e shkurton disavantazhin e një gol për shkodranët. Për të arritur një rezultat pozitiv, trajneri shkodran Vata luan dhe kartën e tij të fundit të Riu Nguri. Po mbrojtja më e mirë është sulmi dhe këtë liçenorët e din mirë, ku me një dalje të bukur Çipi bën një goditje spektakolare për rreth 25 metra, ku po aq e bukur ishte dhe pritja e Vujadinović që fluturon dhe kushton topin në goditje këndi. Ritmi i ndeshjes rritet dhe minutat për vllaznin kalojnë për të arritur te goli i barazimit. Gol që shkodranët u anullohet në minutën e 80 në mënyrë të pakuptueshme për pozicione ashloje. Rast që kontestohet shumë dhe nga trajneri i shkodranëve Rudi Vata, që përplaset në sharje me tifozët vendës. Në minutat e mbetura nuk dyshon asgjë dhe Pogradeci arrin një fitore që jep shumë shpresa për një qëndrim të mundshëm në Super League. Nga ana tjetër vllaznia me këtë humbje, ëndrës Europë, duhet t'i thoj pothuajse lam të mirë. Teuta arrin të marrë 3 pikë të rëndësishme në Niko Dovana përballë rivalëve të Tomorit. Pikë to të cilat janë vendimtare për synimin e dursakëve që të kurorëzojnë ëndrrën për titull kampion në Super League, që në minutat e para të takimit janë djemt të detit që tregojnë agresiv. Çota nga e majta e sulmit hyn në zonë, por aty ndërhyrja e Ellanit është vendimtare. Përpiqen Beratasit në të 35-ën ku Çela kroson për Milen që godet, por aty Rizvani pastron gjithçka. Tentojnë dursakët me anë të stafës që gjuan nga jashtë zone, por që nuk shënjestron siç duhet katërkënçin e Ellanit. Në të 40-ën vjen një kundërsulm i Beratasve ku Bakiu nis Milen në pozicion të rregullt, që arrin të fitojë terren ndaj kundërshtarëve, por Ansori Pregja sinjalizon pozicion të parregullt. Fraksioni i parë mbyllet me shifra në barazpesh. Me rikthimin në fushë janë djemtë Hasan Likës që hidhen në sulm të parët. Nika lëshon një silur në hyrje të zonës, por ndërhyrja e Ellanit është tetë saktë. Tentativat e shumta të Teutës për të dalë në avantazh shpërblen vetëm në minutën e 57. Hoxha jep një pas për Tahirin që godet nga jashtë zone dhe dërgon topin në rrjet, duke lënë pa lëvizur Llanin. 1-0 dhe dursakët tashmë janë në avantazh. 1-0 kalon avantazh skuadra e Teutës. Janë sërish lojtarët e Teutës që përfitojnë nga hapësirat që lën Beratasit. Hyshmeri hyn bukur në zonë duke shmangur mbrojtësit, por nuk arrin të shënjestrojë katërkënçin e Haxhos që tashmë është futur si zëvendësues i Llanit. Në limitet e kohës së rregullt Teuta arrin të fitojë një goditje dënimi. Osmani Gjuan, Çota shkëputet por tërhiqet nga fanella nga Shameti dhe kështu Janko akordon 11 metrash. Çota pranë topit. Godet por Haxho zotron gjithçka. Penallti është përdëruar kjo që mund të theksonte më shumë epërsinë e vendasve. Përfundon kështu takimi me 3 pikë në duart të Teutës që vijon të jetë pretendent e fortë për titullin kampion. Flamurtari ka bërë autokritikën e ndeshjeve të fundit, ku ka fituar 2-0 me Bylisin. Fitoria me Ballshotët ishte një mundësi për të shpëtuar edhe trajnerin Muça. Në minutën e 23, Brahja zhbllokon rezultatin dhe 6 minuta më vonë Pero Pejic e dërgon 2-0. Me këtë fitore Flamurtari parakalon Kastriotin, duke renditur në vendin e 4 me 33 pikë. Kampionët dhe kryesuesit e futbollit shqiptar kthehen te potenca e skuadrës me diferenca të mëdha në kampionat.
Me 2 golat anulluar, me një terren të rënduar, por edhe 2 gola të shënuar, futbollistët korçare arrin të kalojnë një nga 3 pengesat e malores së rënd drejt titullit kampion. Thyen për herë të dytë brenda pak ditësh Kastriotin e mirë ndërtuar këtë vit, por këtë herë për kampionat. Skuadra e Levit fiton plotësisht me merit transfertën e parë të vështirë në kalendarin e mbetur, duke kthyer optimizmin te korçarët, por edhe te vetë grupi, pas oscilacionit në humbjen me Teutën. Agresiviteti dhe ritmet e larta janë elementet që kanë karakterizuar këtë sfidë mes këtyre dy rivalëve. Formacioni i Levit tregohet agresiv që në minutat e para. Plaku pason për Xhafaj në zonë, ndërhyn Ognjanović, sërish Xhafa, por ndërhyrja e Hoxhës është vendimtare. Në të 20-ën është Endri Vrapi që tenton portën e boshatisur nga distanca, por nuk shënjestron sakt. Nuk vonon shumë dhe vjen rasti i parë për Kastriotin. Inkango stopon bukur me gjoks, por aty ndërhyn Gozdenović që largon rrezikun. Tenton Kastrioti me Turdiun që godet nga distanca, por nuk shënjestron siç duhet. Disa minuta më pas është Skënderbeu që fiton një goditje dënimi pranë zonës, pas ndërhyrjes së Ognjanović ndaj Sebino Plakut. Protestojnë krutanët, por e kot. Provon Xhafaj, por pa fat, më pas Plaku dhe traversa bëhet sërish pengesë. Dyer, traversa, Salini, traversa, topi kthehet. Godet Plaku, traversa, bravi. Minuta 35 sjell dhe golin e avantazhit për Kastriotin. Sefa dërgon topin në zonë dhe më pas është Inkango që finalizon duke zhbllokuar shifrat. Por epërsia e vendasve nuk zgjat shumë pasi goli i barazimit vjen vetëm disa minuta më pas. Vjen goditja nga këndi ku përfiton Orelesi që godet sakt me kokë dhe dërgon topin në rrjet. 1-1 dhe gjithçka nis nga e para. Në limitet e fraksionit të parë vjen dhe rasti më i mirë për Kastriotin. Alikaj hyn në zonë, shmang mbrojtësin, godet, por aty shej është vendimtar. Në të 45-ën Muzaka dërgon topin në zonë, më pas është Allmuça që dërgon atë në rrjet. Por pa fat korçarët, pasi Ansori sinjalizon pozicion të parregullt dhe kështu përpasoi goli është i pavlefshëm. Me rikthimin në fushë janë vendasit që tregojnë agresiv të parët. Vjen goditja nga këndi, më pas Ognjanović me kokë, por nuk shënjestron siç duhet. Tenton Skënderbeu me Radas që harkon në zonë. Gjuan Orelesi, por traversa shndrohet në maks për korçarët. Në të 57-ën përpiqet Muçollari nga distanca të shënjestroj portën, por shej devion rrezikun. Skënderbeu arrin të kombinojë bukur në zonën kundërshtare. Muzaka për Xhafajn, më pas Allmuça nxjerr fagun përballë me portën, por ky i fundit nuk arrin të finalizojë. Në të 80-ën vjen kartoni i dytë i verdh për kapitenin e Kastriotit, Cacën, që e detyron atë të dalë me të kuq. Tani miqt janë e përsi numerike dhe këtë fakt arrin ta shfrytëzojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Allmuça harkon në zonë për Daniel Xhafën që shënon, duke zhbllokuar kështu rezultatin pak minuta nga fundi i takimit. Sikur të mos mjaftonte e gjithë kronologjia, vjen edhe një tjetër sinjalizim i ndihmësit të Jeminit, ku edhe vetë kryesori nuk e kuptoi se pse u anullua ai gol. Xhafa tenton golin, në një kohë që Allmuça niset drejt portës, shënon, por ky gol i mohohet nga ndihmësi i Jeminit si një shembull klasik për seminare arbitrimi për pozicionet jashtëloje. Por edhe kjo nuk do të mjaftonte, pasi vërshëllima e fundit të Jeminit çon skuadrat për të ndërruar lagështinë e trupit me vlerë 3 pikë për Skënderbeun dhe 0 pikë për vendasit. Përfundimisht 3 pikë për korçarët që mbajnë kreun në pritje për të kthyer sërish në Një gol i Bekim Balës i lejon Tiranës të mbajë statusin si rivale drejt për titull përpara betejës së Korçës javën e ardhshme. Nuk e kishin menduar bardhëblut se do të ishte kaq e vështirë me Apollonin, për më tepër që fjerakët për më shumë se 80 minuta luajnë në inferioritet numerik, por me grim dhe karakter që në fakt pak ekipe në situatën e bardhëjeshilve e kanë. Rubio Sanchez vendos për çikaleshin nga fillimi në majën e ofensivës duke lënë në pankim Balën, ndërsa terreni i rënduar nga shiu pengon kryeqytetasit të aktivizojnë potencialin e tyre teknik. Ferraj provon nga distanca, por goditja e fortë kalon mbi travers. Rreziku i parë në portën e Moçkës që mbyll ndeshjen e tij 1 minutë më pas. Portieri Vlonjat detyrohet të ndërhyjë jashtë zonës për të frenuar çikaleshin, por Çeka i tregon kartonin e kuq. Prish balancat e skuadrave shumë shpejt gjyqtari për këtë ndërhyrje me taka të portierit që gjithashtu largon topin përpara se pengoj sulmuesin. Në fushë Xhixa dhe është me fat. Goditja dënimit e çikaleshit devijohet dhe përplaset në shtyll duke lënë të paprekur portën fjerake. Kundërsulmi është ai që i mbetet Apollonis dhe që nuk heziton ta përdor. Tirana në pa mundësi të vertikalizimeve edhe për shkak të fushës, provon nga distanca me çikaleshin. Bllokon i sigurt Xhixa në minutën e 24. Aksioni i rrezikshëm i miqve 10 minuta më pas me kombinimin Riba e Rama. Mes fushori futet në zonë, por diagonale e tij është thjesht për likën. Mund të futeshin në terashe vetë fjerakët në fund të pjesës parë kur devijimi i ndonit mund ta çonte në rrjet topin filtrues të kalarit. 0-0 pjesa e parë, por Apollonia me 10 lojtar mund të godiste 1 minutë pas rifillimit. Riba i shpëton pozicionit jashtëloje, nuk tregohet altruist të shërbente për Ramën në të djathtë, por provon goditjen dhe rezultati vetëm rrjete jashtme.
Haziri në vend të Morinës, lëvizja e Rubios dhe jep rezultat. Nga këmbët e kosovarit kalojnë krosimet më të rrezikshme në zonë. Në minutën e 51 Çikalishi godet, por bllokon në 2 kohë Xhixha. Dueli me portierin përsëritet disa herë, gjithnjë fitues Xhixha. Edhe djatha nga distanca frenohet nga portieri Ferak, ndërsa në minutën e 57 spanjolli hedh në fushë dhe balën. Sulmuesi Shkodran nuk zhgënjen dhe në topin e parë gol pikërisht në krosimin e Azirit, poshtë me kokë rezistencën e Xhixhës. 1-0 dhe Tirana tashmë administron më lehtë ndeshjen. Bardhëblut kanë mundësi të rrisin golavarazhin, por portieri Fierak ruan me fanatizëm portën në fillim ndaj goditjes së Karabecit dhe më pas edhe në inkursionin e balës. Tirana fiton ndeshjen, por u mbet tushen për match kleon për titull. Mes fushori përshtyn kundërshtarin dhe fiton kartonin e kuq nga Çekaj pas sinjalizimit asistentit, duke lënë spanjollin në telashe për ndeshjen më të rëndësishme të aventurës së tij me 24 herë kampionët. 1-1 përfundoi dueli mbi ETS-s mes Kamzës dhe Dinamos. Rezultat ky që rriti tensionin në fushë dhe çoi në nxjerrjen e 3 kartonave të kuq nga kryesori Bardyl Pashaj. Dinamovitët kaluan të parat në avantazh me Shtinin gol ky që e bëri më të ashpër dhe më të bukur pjesën e mbetur të 45 minutave të para. Në të dytën Kamzalind kërkojnë me ngurën barazimin dhe mbajnë në presion Dinamon që është ngujuar në gjysmëfushën e vet. Një incident banal mes dy lojtarëve tensionoi situatën dhe Pashaj, si për të treguar se ka kontrollin e lojës në dorë, i ndëshkoi të dy me të kuq. Beqiri shoqëroi lojtarin e Dinamos drejt daljes, i cili tentoi për të disatën herë të vonoj lojën, por pas kthimit në fushë dhe pas një debati me kryesorin, edhe mbrojtësi i Kamzës ndëshkohet me të kuq. Situata e tensionuar u zbut për disa çaste nga goli i barazimit i shënuar nga Ishka. Në fund Kamzalind pretenduan për një 11 metrash, por kryesori Pashaj vazhdoi lojën duke e mbyllur atë në barazim 1-1. Veprim ky që irritoi më shumë tifozët vendas. Barazimi nuk ndihmon asnjërin nga këto dy skuadra. Dinamon e mban vetëm matematika në lojë për mbi ETS, ndërsa Kamza mbetet ende në zonën e play-outit.